A ka dyshim dikush në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A guxon që të ketë dyshim dikush në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ai I cili dyshon në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam del prej dini. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dha modelin më të mirë. Natën duke u kthyer në shtëpi me Safijen radhiyallahu anha, bashkëshorten, gruan e vet, I pa dy njerëz. Pasi I pa, tha ndaluni vetëm pak. Than urdhnoja Rasulullah, tha kjo është Safia. Kjo është bashkëshortja ime. Than subhanallah ja Rasulullah, a do të na shkon neve mendja që mund të jetë dikush tjetër? Vetëm mendja të shkon se mund të jetë dikush tjetër në haram, ban kufër. Nuk guxon njeriu të mendon, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk la hapësirë. Jo, nuk guxon që të shkakton dyshim dikush në mesin e muslimanëve dhe thot, mua nuk më interesojnë fjalët e njerëzve. Mos shkakto dyshim në mendimet e tyre ndaj teje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani ec në trupin e njeriu si lëviz gjaku. Ka mundësi që shejtani të nxit dhe të cyt që të mendosh keq.